Sot në këtë 26 mars, qyteti Korçës shënon një ditë të veçantë për artin dhe kulturën, teksa feston ditëlindjen e koreografit të njohur Bardhi Pojani, një embër i respektuar dhe i dashur për breza të tërë. Prej vitesh ai ka qenë një figurë kyçe në formimin artistik të rinjve, duke u kthyer në një mësues të përkushtuar që ka edukuar me dashuri dhe profesionalizëm shumë talente në fushën e kërcimit. Përmes punës së tij, Bardhi Pojani nuk ka transmetuar vetëm teknikën, por edhe frymën e artit dhe rëndësinë e ruajtjes së traditës. Kontributi i tij në jetën kulturore të Korçës është i jashtëzakonshëm. Si organizatori një sër aktivitetesh artistike dhe kulturore, ai ka ndihmuar në gjallërimin e skenës lokale, duke e bërë qytetin një pikë referimi për artin dhe kulturën. I njohur për natyrën e tij të çiltër dhe miqësore, Bardhi Pojani mbetet një figurë e afërt për komunitetin, një mik i të gjithëve dhe një shembull i përkushtimit ndaj artit. Në këtë ditë të veçantë, urimet më të sinqerta shkojnë për shëndet, jetë gjatë dhe vimësi të kontributit të tij të çmuar në kulturën korçare dhe shqiptare.